Nëse urina juaj ka këtë ngjyrë, urgjent tek mjeku, mund të vuani nga këto sëmundje. Shumë prej jush nuk dëshirojnë të flasin për gjërat si urina ose fekalet, por realiteti është se këto jashqitje janë të rëndësishme për shëndetin tonë. Ndoshta nuk flasim për këtë, por të gjithë e dimë se shumë pak ose shumë nga këto jashqitje nuk janë edhe tregues të mirë për shëndetin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndaj duhet të dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund për të kuptuar rëndësinë e shëndetit dhe çfarë duhet të bëni në këto situata për të patur një organizëm më të fortë edhe më të shëndetshëm. Ekzistojnë disa gjëra të cilat janë të dukshme për të gjithë gjatë urinimit. Ndoshta meshkujt e kanë më të lehtë të vërejnë edhe shenjat e urinimit në tualet ose në ulse, ndërsa femrat e kanë më të lehtë të krijojnë edhe bindjen e tyre pasi të shikojnë letrën higjienike kur e pastrojnë mbeturinën e fundit. Përveç kësaj, në qoftë se ka një ndjesi të djegjes ose të dhimbjes gjatë urinimit, ne mendojmë se duhet të shkoni tek mjeku për të parë saktësisht se çfarë po tregon trupi juaj. Është e rëndësishme të dihet se çfarë po tregon urina për shëndetin tuaj pikërisht në këto momente. Ekzistojnë shumë thënie të ndryshme për këtë. Ekspertët thonë se urina është mënyra më e lehtë për vetë ekzaminimin e trupit tonë. Nëse diku në trup ka ndonjë problem të dukshëm, duhet të tregoheni më të kujdesshëm, më të arsyeshëm dhe të ndërmerrni hapat bazë për të siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Ekspertët thonë se ndryshimet dhe aroma e ngjyrës së urinës mund të lidhen drejt për drejt me funksione të dobta të shëndetit të saj. Në këto raste, është mirë që të flisni me një mjek specialist për të parë nga afër situatën tuaj dhe mbi të gjitha për të evituar kështu komplikacionet që i kanosin organizmit. Por si të kujdeseni për shëndetin tuaj edhe nëse urina juaj ka një ngjyrë dhe erë të fortë? Urina ndikon si tregues i shtatzanisë tek lëndimet e brendshme ose ndonjë problem që mund të zbulojë gjithashtu edhe nga jashtë. Gjithashtu ajo mund të jetë treguesi i infeksioneve të traktit urinar, dehidratimit dhe gjithashtu shkaqeve të ndryshme të saj. Nëse jeni një person që keni një ngjyrë të çuditshme gjatë urinimit, tregohuni të vëmendshëm ndaj këtyre ndryshimeve dhe flisni me mjekun specialist për të parë nga afër edhe shqetësimet. Por karakteristikat e tjera që të cilat nuk duhet t'i neglizhoni, duhet të jenë ndjesia e djegjes, gjithashtu edhe vizita mjekësore nëse keni këto shqetësime duhet jetë urgjente, për të evituar kështu komplikacionet. Por si t'i rendisim ngjyrat dhe çfarë tregojnë ato për shëndetin e urinës? Ngjyra e urinës zakonisht varion në këto mënyra: e verdha e mbyllur. Ndërkohë që ngjyra e verdhë e çelët e urinës mund të jetë më së normale, ngjyra e të verdhës së mbyllur mund të tregojë se po vuani gjithashtu nga dehidratimi ose përqendrimi i kriprave të larta në urinë. Kështu që pini ujë sa më shumë kur shfaqet ky problem për të marrë në konsiderat një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe për të evituar gjithashtu nga trupi juaj këto komplikacione. Ekspertët tregojnë se nëse keni një ngjyrë të mbyllur të urinës, është më mirë të pini ujë dhe të ndërmerrni hapat bazë për të konsumuar më shumë fruta të lëngshme. Kështu do ta keni më të lehtë t'i bëni ballë këtyre shqetësimeve dhe të riktheni përsëri në ngjyrën e saj normale urinën tuaj. Por nëse urina ka një ngjyrë të kuqe, është e rëndësishme të flisni me mjekun dhe të mos neglizhoni shenjat që ajo është duke treguar. Ngjyra, e cila varion nga nuanca roz në të kuqe të errët, është një shenjë e cila nuk duhet të neglizhohet. Sidoqoftë, ky është një problem serioz të cilën mund ta kontrolloni sa më shpejt jetë e mundur, pasi mund të tregojë për probleme të gjakut në urinë. Ajo mund të ndodhë edhe për shkak të ndonjë infeksioni të mundshëm gjatë urinimit ose edhe probleme të ndryshme që i kanosen kështu shëndetit tuaj.
Ajo mund të tregojë për probleme të prostatës tek meshkujt ose fshikza të acaruara tek të dyja gjinit, por edhe ushtrimet e rënda në palestër mund të realizohen me një ngjyrë të kuqe të urinës. Prandaj, nëse keni këto shqetësime, është më mirë të flisni me mjekun tuaj për të evituar sa më shpejt jetë e mundur edhe problemet që ju kanosen. Ngjyra kafe në të zezë e urinës mund të lidhet gjithashtu edhe me probleme të rënda të shëndetit tuaj. Ajo mund të jetë një nuancë e errët në të kuqe, por kjo ngjyrë shfaqet edhe për shkak të funksioneve jo të rregullta të shëndetit tuaj të mëlçisë. Madje ajo mund të tregojë edhe për probleme serioze të kanalit të bilës, probleme të cirozës, bilirubina që shfaqet në urinë. Gjithashtu edhe çrregullimet e tyre të rënda mund të lidhen me shëndetin e dobët të mëlçisë suaj dhe kjo mund të shkaktojë një humbje të ngjyrës nga kafe në të zezë të urinës. Ngjyra portokalli. Shumica e ilaçeve mund të shfaqen gjithashtu edhe me një ngjyrë portokalli kur i merrni ato. Kështu konsumi i tepërt i agrumeve ose karrotave mund të jetë një arsye për një ngjyrë më të errët të urinës suaj. Urina është treguesi i problemeve, kështu që kontrollojeni menjëherë situatën tuaj shëndetësore dhe flisni me mjekun tuaj sa më shpejt që të jetë e mundur. Nëse vëreni se keni një ndryshim të papritur të ngjyrës së urinës, flisni me mjekun tuaj dhe bëni konsultat e duhura me specialistin për të evituar kështu problemet në shëndet dhe për të siguruar një mbrojtje më të mirë të organizmit në të rësi. Nuk është rasti kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumin, duhet të trajtohet pasi duhet të mbahet nën kontroll edhe në mënyrë që të evitohen komplikacione të ndryshme të organizmit tuaj. Në rastet se urina ju nxit një pagjumësi të madhe, është koha të flisni me mjekun specialist pasi kjo gjë mund të krijojë edhe shqetësime të forta në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Rreth 1/3 e të rriturve mbi moshën 30 vjeçare thonë se duhet të ngrihen në mes të natës për të urinuar, edhe kjo rritet në 2/3 e të rriturve mbi moshën 65 vjeçare, ku shëndeti fillon bëhet më i dobët dhe krijon gjithashtu edhe komplikacionet e para që i kanosen organizmit tuaj në të rësi. Kjo gjendje quhet nokturi dhe për ata persona që vuajnë shpesh nga kjo gjendje, duhet të përdorin tualetin sa më shpesh që të jetë e mundur gjatë natës. Nuk është vetëm një shqetësim se duhet të çoheni nga shtrati. Gjumi ndërprerë është i lidhur gjithashtu me riskun e rritjes së diabetit. Sistemet e dobëta të imunitetit lidhen gjithashtu me një rritje të diabetit, gjithashtu me sëmundje të dobëta të zemrës, madje edhe luhatje të forta të organizmit. Ajo mund të shkaktojë edhe probleme të forta me shëndetin mendor të tilla si ankthi, depresioni dhe probleme të psikozës. Profesori i urologjisë Philip van Kerebryk po i paralajmëron njerëzit që të shikojnë shenjat e para të nokturisë, kjo për hir të shëndetit të tyre, për të evituar kështu komplikacionet e organizmit dhe për të nxitur një shëndet më të fortë dhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Ai citon: "Njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë kështu. Gjumi i dobët mund të dëmtojë seriozisht edhe shëndetin tuaj. Kështu që njerëzit që ngrihen gjatë natës për të shkuar për të urinuar duhet të tregojnë më shumë kujdes me gjendjen e tyre shëndetësore dhe duhet të flasin me mjekun specialist për të evituar gjithashtu probleme dhe shkaqet e mundshme. Lajmi i mirë është se nokturia mund të trajtohet si duhet, kështu që ju nuk keni nevojë të vuani në heshtje nga këto shqetësime, por me këshillat e mjekut do ta keni më të lehtë të mbani shëndetin tuaj më në formë dhe të evitoni kështu edhe komplikacionet e tij. Një gjum i natës i ndërprerë mund të jetë një ndikim në gjendjen tuaj fizike dhe atë mendore. Ndaj, nëse keni këto shqetësime, flisni me mjekun tuaj specialist për të ndërmarrë hapat bazë për një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet që i kanosen në vazhdimsi organizmit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.